Përshëndetje nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Besimtarët katolik dhe ortodoks në gjithë botën po I kremtojnë Pashkët. Në katedralen Shën Nën Tereza, besimtarët të shumët katolik në këtë ceremoni lartësuan besimin e tyre, duke kremtuar festën më të madhe të Krishtrimit. Si vjet, Pashkët festohen në të njëjtën ditë si në kalendarin Gregorian, ashtu edhe në atë Julian. Përnder të ditës së Pashkëve në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë është mbajtur mesh solemne, udhëhequr nga prifti Donagimi. Besimtarë të shumë të besimit katolik morën pjesë në këtë ceremoni, duke lartësuar besimin e tyre përmes lutjeve dhe këngëve fetare. Në fjalimin e tij gjatë meshës, Donagimi theksoi rëndësinë e kësaj dite për të gjithë të krishterët, duke e cilësuar si ditën më të ndritur të besimit që I përkasin. Jezusi është shpresa jetësore. Qoftë bekuar hyj aty Zoti tonë Jezu Krishtit, I cili na rilindi me anë të mëshirës së vet. Në sajët të ringjalljes prej të vdekuris, që për shpresën jetësore vazhdojmë të jetojmë sajët të mësimit të Tij. E ky lajm për ngjalljen e Krishtit është lajmi më I rëndësishëm I dëgjuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Mëtej Donagimi u bëri thirrje besimtarëve që veprat e tyre t'i përputhin me mësimet ungjillore të Krishtit. Ai që pranoi vuajtjet, na fton edhe ne të jemi të vendosur që ngruheshëm në vuajtjet tona. Ato tashmë kanë kuptim të plotë. Pas përfundimit të meshës, besimtarët shprehen mirënjohjen e tyre për këtë ditë, duke përjetuar thellësisht mesazhin e Pashkëve. Çdo fest I ka të mirat e veta, edhe festa jonë do me thonë asjell shumë bekim edhe uroj të gjithëve ku do mbarë botës që të kemë paqë dhe dashuri. Festa e Pashkës, festa e paqes dhe mëshirës e dashurisë së njerëzve. Kështu besimtarët katolik shënojnë njërën nga festat më të rëndësishme në kalendarin e krishterë, e që në të njëjtën ditë edhe besimtarët e besimit ortodoks kremtojnë Pashkët. Pashkët katolike dhe ortodokse I kanë uruar edhe lider institucionale partijak në Kosovë me dëshirën që Pashkët jenë një moment reflektimi e afrimi për të gjithë. Në të njëjtën ditë kur po kremtohen Pashkët katolike e ortodokse, lider institucionale partijak kanë uruar besimtarët e këtyre besimeve. Duke uruar Pashkët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se kjo fest, e cila këtë vit na bashkon në një datë të vetme, na kujton fuqinë, shpresën dhe besimin e palëkundër për një të ardhme më të mirë, qofshin Pashkët një moment reflektimi, afrimi dhe dashurie për të gjithë ne, gëzuar për shumë mod Pashkët thuhet në urimin e Osmanit. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti ka theksuar se kjo fest është një ftesë për reflektim, rilindje dhe shpresë. Ai gjithashtu ka uruar që Pashkët I bëjnë të fuqishëm me durimin për mundimet, për betejën me të padrejtën dhe për vështirësinë e ndryshme. Kjo ditë na sjell pranë mendjes së shpirtit dritën, dashurinë dhe ripërtritjen, të duam njëri tjetrin dhe atë dheun në pambarim, ka shkruar Kurti. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi, duke uruar besimtarët, tha se Pashka është kujtesë se pas çdo errësire vjen drita, një thirrje për të mos humbur kurrë shpresën për një të ardhme më të mirë. Sipas tij, Kosova me gjithë sfidat ka ruajtur frymën e bashkëjetesës dhe respektin ndërnjerëzor. Këtu uroj përjetësisht Bajram e Pashkë të festohen bashkë, një vlerë që na nderon dhe duhet ta kultivojmë më tej, shkruhet në urimin e Krasniqit. Në mesazhin e urimit, kryetari I LDK-s Lumir Abdigjiku porositi që kjo ditë të jetë një moment I veçantë paqeje dhe dashurie për ju dhe familjet tuaja, por mbi të gjitha le të jetë një ripërtritje vlerave më të larta njerëzore, dashurisë, respektit dhe solidaritetit mes njëri tjetrit. E kreu Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shqiptarët brez pas brezi kanë kremtuar bashk festa fetare të njëri tjetrit. Ai tha se kjo pasuri është ndër vlerat më unike të së kaluarës dhe të sot mësohen si popull. Haradinaj në këtë ditë ka qëndruar me familjen e Don Frankolajt në Zllakoçan të Klinës për të ndarë së bashku gëzimin e festës së Pashkëve. Ndërkohë edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes një urimi ka uruar Pashkët për besimtarët krishterë në Kosovë.
Në këtë ditë Pashkët shënojnë ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit, ringjallje që simbolizon besimin te Zoti dhe shpresën për të gjithë besimtarët. Si vjet Pashkët festohen në të njëjtën ditë si në kalendarin gregorian, ashtu edhe në atë julian. Pra të krishterët në mbar botën festuan Pashkët në një datë të përbashkët, një moment i rrallë bashkimi. Papa Francesku, megjithse me shëndet të brisht, dha bekimin tradicional dhe bëri thirrje për paqe e drejtësi në botë. Këtë vit, krishterët në mbar botën festuan Pashkët. Si ortodoksët, ashtu edhe katolikët dhe protestantët të gjithë në të njëjtën ditë, një përkim i rrallë mes kalendarëve të ndryshëm që ata ndjekin. Në të katër anët të globit, Pashkët janë përjetuar me emocione dhe simbolik të thellë shpirtërore. Në Greqi qielli shpërtheu në fishek zjarre, ndërsa në Jeruzalem besimtarët ndezën qirin në kishën ku besohet se është kryqëzuar dhe varrosur Jezusi. Në Vatikan, Papa Francesku, megjithse me gjendjen shëndetësore të brisht, doli përpara turmave të gëzuara nga balkoni i Bazilikës së Shën Pjetrit, për të dhënë bekimin tradicional qytetit dhe botës. Edhe pse nuk ishte mundësi të mbaj fjalim gjatë për shkak të problemeve me frymarrjen dhe lodhjes së zërit, Papa u shfaq për herë të parë pa kanulën e oksigjenit. Ai kishte kaluar 38 ditë në spital për shkak të një pneumonie të dyfisht. Para bekimit, ai pati një takim privat me zëvendës presidentin amerikan Vance, ku u shkëmbyen urimet e pashkëve dhe u diskutuan çështje që kanë ndarë qëndrimet e Vatikanit dhe administratës Trump, përfshirë politikën e emigracionit. Vatikani publikoi më pas tekstin e plotë të mesazhit të pashkëve të Papës, në të cilin ai bëri thirrje për paqe në të gjithë botën, me tekst të veçantë për Gazën, duke përshkruar situatën atje si të dhimbshme dhe të dënueshme nga ana humanitare. Ai kërkoi armëpushim, lirimin e pengjeve dhe ndihmë për popullin që vuan urinë dhe luftën. Kjo Pashkë shënon një moment unifikues për besimtarët në mbar botën, por edhe një thirrje të fuqishme për paqe dhe drejtësi. Nesër me fillim nga ora 15, deputetët do të mblidhen për herë të katërt në përpjekje për ta konstituar legjislaturën e 9. Mbledhja e djeshme u ndërprej pasi kandidatja e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje Albulena Haxhiu në 2 votime nuk i mori votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetare e kuvendit. Megjithse nuk i siguroi votat e mjaftueshme, Albulena Haxhiu ka deklaruar se edhe në seancën e së hënës do të jetë kandidate për kryetare të kuvendit. E nga ana tjetër, deputetja Vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila e ka cilësuar shkelje kushtetuese mos pjesëmarrje në votim për kryetaret kuvendit, duke ju referuar aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ajo ka shkruar në Facebook se sipas aktgjykimit gjatë konstituimit kuvendit, të gjithë deputetët duhet të jenë pranishëm dhe të votojnë si të dëshirojnë. Dje në pikën për zgjedhjen e kryetares së kuvendit, kishte deputet që nuk morën pjesë fare në votim. Mosvotimi sipas këtij aktgjykimi konsiderohet shkelje. Ky veprim nuk mund të përsëritet nesër gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit, ka shkruar Kusari Lila. Deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi ka vlerësuar se qeveria e re atje nuk sjell asnjë ndryshim thelbësor, por përfaqëson vazhdimsinë e politikave të presidentit serb. Ai po ashtu ka kundërshtuar emërimin e Demo Berishës si ministër për të drejtat e njerëzit, duke cilësuar të pakuptimt përfaqësimin pa legjitimitet të komunitetit shqiptar. Deputeti i vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi ka deklaruar se qeveria e re serbe nuk sjell asnjë ndryshim thelbësor dhe përfaqëson vazhdimsinë e politikave të presidentit Aleksandar Vučić. Ai ka kritikuar emërimin e Demo Berishës, shqiptar i afërt me pushtetin serb, si ministër për të drejtat e njerëzit, duke theksuar se ky veprim nuk reflekton interesat e komunitetit shqiptar. Kryeministri i ri po tenton të paraqesë se qeveria e tij është gjithëpërfshirëse, se ka edhe pjesëtar të komuniteteve. Në fakt, zotriu në fjalë nuk përfaqëson asnjë
në asnjë element pakicën kombëtare shqiptare, as ata që jetojnë nëpër Serbi, e sidomos jo që numri më i madh i atyre që jetojnë në Lugin Preshevës. Pozita që faktikisht po e merr si ministër është një pozitë e dhuruar për një spektakël politik, por jo diçka që vërtet i nevojitet të shqiptarëve. Lidhur me qasjen e qeverisë së re ndaj Kosovës, Kamberi tha se mungon çdo sinjal për ndryshim dhe se politika e mohimit të realitetit vazhdon. Por në fakt kjo qeveri nuk është zgjidhje e problemit. Është shumë e qartë që Aleksandar Vučić po tenton edhe me këtë qeveri marionet të blej kohë në mënyrë që në momentin kur ta vlerësoj të shpallë zgjedhje të reja, por varësisht nga rrethanat që do të jenë në vend. Pra thjesht qeveria që po zgjidhet është qeveri e kontinuitetit dhe një qeveri e cila plotësisht i është nënshtruar Aleksandar Vučićit. Shajb Kamberi theksoi se qeveria e re nuk ka vullnet për të adresuar sfidat e vërteta demokratike në Serbi dhe se komuniteti shqiptar vazhdon të mbetet jashtë institucioneve vendimarrëse përkundër premtimeve të përsëritura për integrim të barabartë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka deklaruar se ushtria ruse po përpiqet të krijojë përshtypje me armëpushimin e pashkëve, por se në realitet nuk po e respekton atë. Presidenti Volodymyr Zelenski ka thënë të dielën se ushtria ruse po pretendon për një armëpushim të pashkëve të shpallur nga presidenti Vladimir Putin, por ka vazhduar përpjekjet gjatë natës për të shkaktuar humbje në vijën e parë në Ukrainë. Në përgjithësi që nga mëngjesi i pashkëve mund të themi se ushtria ruse po përpiqet të krijojë një përshtypje të përgjithshme për armëpushim, por në disa vende ajo nuk braktis përpjekjet individuale për të avancuar dhe për të shkaktuar humbje ndaj ukrainasve, ka deklaruar Zelenski. Disa orë përpara se të shkonte në një shërbim të pashkëve ortodokse vonë të shtunën, presidenti Putin shpalli armëpushimin e papritur një ditor, duke urdhëruar forcat e tij të ndalonin të gjithë aktivitetin ushtarak përgjatë vijës së frontit në luftën 3 vjeçare. Kjo pasoi një njoftim nga SBA se mund të braktisë bisedimet e paqes brenda disa ditësh nëse Moska dhe Kievi nuk tregojnë se janë serioz për negociata. Luftimet do të ndaleshin nga ora 18 sipas kohës së Moskës të shtunën deri në mesnatën e së dielës mbrëmja, ka thënë Putin. Por Zelenski tha se kishte pasur qindra raste të granatimeve të shtunën në mbrëmje, kurse sipas tij të dielën herët forcat ukrainase raportuan 59 raste të bombardimeve dhe 5 tentativa sulmi përgjatë vijës së frontit. Rusia duhet të përmbush plotësisht kushtet e armëpushimit, ka thënë Zelenski. Ai përsëriti se Kievi ishte i gatshëm të zgjaste armëpushimin për 30 ditë, por shtoi se nëse Rusia vazhdonte të luftonte të dielën, edhe Ukraina do të përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Ishin këto gjitha informacionet e përkaditura, ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.